Përfaqësuesja e lartë e Unionit, Kaja Kallas, paralajmëroi se do të angazhohet me qeveritë e Serbisë, Kosovës dhe Maqedonisë për rrugën e tyre drejt BE-s. Ajo ka nisur vizitën e 3 vendeve dhe nga Beogradi, porositë se Ballkani Perëndimor duhet të punojë për realizimin e qëllimit për një Europë të bashkuar. I'm deeply committed to encouraging all the Western Balkan countries to really seize the current momentum that we have in the enlargement. Yes, this process has been going on for quite some time, but there's always a political momentum, and this political momentum is right now. The United Europe is one vision that we must all work towards. Kallas nesër vjen për vizitë në Shkup në takim me kryeministrin Mickoski. I pyetur për pritshmëritë e tij, kryeministri theksoi se do të kërkojë mënyra për zhbllokimin e procesit eurointegrues. Sipas tij, duhet të ndërtohet besim me Bullgarinë dhe se ai nuk ka problem për ndryshimet kushtetuese, por ka problem, siç tha, të pranoj ultimatume. Убеден сум дека ќе се изнајдат решенија, ќе изнајде и механизми Европската унија, и Македонија ќе го добие заслуженото место да биде дел од таа маса, бидејќи одамна тоа го заслужуваме. Paraprakisht prezidentja Gordana Siljanovska-Davkova paralajmëroi se ka mundësi që me ndërmjetësim të Këshillit të BE-s ajo të takohet me homologun e saj bullgar Rumen Radev për të biseduar mbi këtë temë. Në mënyrë shtesë, ndërmjetësim ofruan Austria dhe Mbretëria e Bashkuar. Përndryshe, Kallas në Shkup do të marrë pjesë edhe në dialogun për siguri dhe mbrojtje mes BE-s dhe Maqedonisë.